Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot kam kënaqësinë të kemi një artist që preku zemrat e publikut me talentin, zërin dhe historinë e tij frymëzuese. Ai u bë pjesë një nga konkurrentët më të spikatur të Albania Got Talent. Ai është Diego. Diego, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, shumë kënaqësi si t'jem këtu. Jam shumë e lumtur që të kanë. Faleminderit gjithashtu. Atëherë unë doja të di se kush është Diego pas skenës. Si do e përshkruaje veten me 3 fjali? Unë pas skenës jam një njeri tepër i zakonshëm, që kalon kohë me miqtë e tij, që kalon kohë me njerëzit që do, që ka atë zonën e tij të qetësisë në shtëpi, që ka një jetë sociale dhe që ka disa qendëmatse për cilat duhet kujdeset, I ke patjetër dhe studime absolutisht. Si lini dashuria jote për muzikën? Dashuria ime për muzikën ka qenë që, siç më thon prindrit që i vogël, unë jam tërhequr gjithmonë drejt ndaj muzikës, kam pasur le të themi kështu një prirje që të dëgjoja shumë muzikë dhe kjo pastaj u konkretizua me rritjen ku unë filloj studimet e pianos në fillim, në klasën e parë. Dhe kështu besoj me kohën u zhvillua dhe më shumë duke arritur deri në këtë pikë që jemi sot të diplomuar. Kur e kuptove që opera ishte rruga jote? Unë e kam kuptuar, unë jam i njohur një herë me operën si gjini në moshën 11 ose 12 vjeç, diçka e tillë, ku në një koncert që organizohej në shkollën ku unë kam studiuar nëntëvjeçare, ishte dikush i ftuar, një mezzosoprano që këndonte një pjesë. Eksaktësisht Abanerën e Carmen. Edhe unë nuk e dija fare se çfarë ishte, dhe ishte fikse momenti që kemi të gjithë në klasë të 5, të 6, ku fillojmë të mendojmë vërtet se çfarë duhet të ndjekim, çfarë drejtimi duhet të ndjekim. Unë në këtë rast e kisha kryer që do ishte muzika, e kisha vulosur si gjë, me pianon pranë piknisje, dhe atë moment thash, okay, unë dua të jem këngëtar. Për të gjithë afërsinë me publikun, për gjithë aftësitë që mendoja që i kisha më mirë aty, dhe pastaj diku te mosha 14-15 vjeç fillova të marr ato mësimet e para për të filluar më pas liceun artistik. Si reagoi familja kur ti morë këtë vendim? Dhe rrethi jot i ngushtë, shoqëria? Familja ka qenë shumë suportive gjithmonë në fakt që në fillimet e mia, sepse unë krahas pianos kam qenë edhe pjesë e qendrës kombëtare të kulturës për fëmijë, që i vogël, dhe familja ka qenë shumë suportuese. Mami ka qenë aty në çdo provë timen, ku priste derisa unë mbaroja. Familja patjetër që kanë qenë tepër të emocionuar në çdo koncert timin, madje edhe më shumë se unë tani e them të qeshur. Edhe rreth imi ngushtë, shokët unë kam pas shumë okay, përveç faktit që kur vendosa të vazhdoj për kënd, do të më thonin, do bësh kështu, domethënë nuk e njihinin akoma, as nuk kishin informacione, por që ka qenë shumë ka qenë një gjë shumë e bukur. Edhe nuk ka pas reagime të këqija absolutisht. Në fakt, Diego, unë jam shumë kurioze të di se çfarë të ka mësuar jeta deri më tani. A di çfarë ka mësuar jeta deri tani? Më ka mësuar që të mos mbi ngarkoj veten me gjëra që nuk vlen të mendohen fare. Më ka mësuar të selektoj njerëzit që duhet të jenë dhe nuk duhet të jenë në jetën time, më ka mësuar që të punuarit pavarësisht sa do vonë, edhe pse me demotivime të caktuara, në një pikë do të shpërblehet. Më ka mësuar që të jem i qetë dhe të duroj. E kam pas shumë të vështirë këtë fundit, por po e ka lis durimin me kohën. Tani duron? Përpiqem, jo gjithmonë ja dal, është një luftë e vazhdueshme me Diegon tjetër që nuk duroj as për të lindur, por jam besoj që jam në rrugë të mbarë në këtë pikë. Ti ke qenë dhe pjesë e Albania Got Talent. Po. Çfarë të kujton ajo eksperiencë? Albania Got Talent ka qenë një eksperiencë të cilën unë, me thënë të drejtën, më përpara sa të merrja pjesë, nuk e kisha menduar për shumë gjatë, ose ta kisha menduar që do ta bëj, ose e kisha, okay, ishte një mendim që kalonte pak në përmendje, po jo se më rrihte gjithkohon, le të themi, si gjë. Deri në momentin që më erdhi propozimi, deri që pash dhe audicione, dhe thash po pse jo, ta provoj. Ishte një vjet pra 2025 që unë bëra Got Talent, që ishte, le të themi, jo ndër vitet më të mira, si psikologjikisht, ashtu dhe ana artistike, koncertet. Se psikologjikisht? Po, dëgjoj, ti kur mbaron shkollën, mendon që do jetë e vështirë, po nuk mendon që do kesh aq shumë vështirësi. Edhe është
ajo fakt që në shpesh në leksionet e mia të psikologjisë me pedagogët thonte ti në 15 merr diplomën, në 17 minuta nuk ke askush. Pra ti ke mbaruar jetën studentore, tani je një njeri, por nuk ke asnjë përgjegjësi më tepër se kaq. Pra unë mbarova diplomën, okay, shumë rezultati mirë, okay, u kënaqa me veten, po tani dhe është gjithë ajo pastaj që ti fillon nuk do të jemë bardh për familjen, do të gjesh një punë, do të gjesh veten, të fillosh karrierën sepse mendon që mosha të ikën, por në fakt jo, ti këtu je, koha këtu është, edhe çdo gjë do bëhet në kohën e vet. Edhe këtë talent kjo ishte një gjë që unë të lëvizja, të bëja diçka për të cilën do më pëlqente, por edhe do krijoja një impakt. Të televizioni dhe media në përgjithësi këtë ka që të afron më shumë me një publik pak më të thjeshtë, nuk ka nevojë shumë për të qenë një publik i zgjedhur apo sepse okay, dhe opera nuk ka publik të zgjedhur, në opera mund të vi kushdo. Por televizioni këtë ka që të afron me të gjithë dhe kjo ishte shumë ndjesi e bukur. Got Talent është një eksperiencë fantastike që të ngelet gjithmonë për mua, shumë e bukur pranë njerëzve, për njerëzit. Ti në Got Talent ke fituar edhe çmimin Golden? Po, Golden Buzzer. Në natën e parë të Got Talent, pra në puntatën ku unë isha, mora Golden Buzzer, gjë që më bënte automatikisht të kaloja në finale dhe ishte shumë surprizë e bukur për te gjithë përgatitjes time, për te gjithë dëshirës time, por prapse prapë mbetej surprizuese. Unë e kisha menduar që mund të isha një Golden Buzzer, por prapse prapë aty çfarë nuk paraqitet, edhe thash është bukur ta kem, por nuk jam i sigurt. E kupton, është gjithmonë ajo pasiguria e bukur që të garat të ofrojnë. Edhe kur ndodhi ishte sinqerisht surprizë shumë e bukur. Si e përjetove atë moment? Në fakt, të drejtën, është një gjë shumë fani, sepse kur Golden Buzzer im erdhi në mes diku nga performanca ime. Dhe ishte një moment që Golden Buzzer ka disa letra të Vodskla, dhe disa prej tyre më bien dhe u bë një zhurmë, por neve në shkollë kemi një parim the show must go on. Edhe unë nuk ndaloj, çfarë do lloj gjë që të ndodh nuk më bën përshtypje. Por në atë moment më ran letrat, okay, e kuptova. Dhe më ran një letër fiks në fytyrë. Thash në qoftë se unë tani marr frym dhe kjo letër vjen në rrugët e mia të frymarrjes, mora fund. Por nuk ndodhi. Nuk ndodhi dhe sinqerisht ishte moment shumë i bukur dhe në fund kur publiku dortrokit ishin gjithë emocionuar, edhe moderatori që vjen edhe më thotë që e bërpis me Golden Buzzer, me letrat e Golden Buzzer, ishte shumë moment i bukur. Kur e kuptove që publiku është lidh emocionalisht me ty? Kjo është shumë interesante, sepse profesioni ynë, pra arti përgjithsisht, është për audiencën, për publikun, dhe ti nuk e di kur se sa impakt do ketë publiku me ty dhe se sa do ta përqafoj performancën dhe emocionet atë çka ti doje të thoje me atë performancë. Pra, ti nuk e di se si do reagoj publiku dhe po flet për performancën në përgjithësi apo për Got Talentin në atë moment. Për Got Talentin. Unë e kuptova publikun që në refrenin e parë të këngës Luna që unë interpretova. Publiku kishte një reagim sapo unë dola në skenë, ato dortrokitje që të hapin komplet rrugën edhe të largojnë gjithë ato emocione dhe të shtojnë atë përgjegjësinë, por që në refrenin e parë nuk kuptova që publikun e kisha sepse ishin gjithë që reagonin dhe ti e ndjen, është diçka që ti e ndjen, është më shumë ndjesore dhe unë e ndjej sinqerisht shumë energjinë e publikut në ato momente, është besoj për gjithë ne njësoj, sepse kjo është forca që ne duhet të marrim. Çfarë do të ndryshojë nëse do e përritoj edhe një herë spektaklin? Asgjë. Absolutisht asgjë. Do ta bëja po njësoj, me po të njëjtën këngë, me po të njëjtën përgjegjësi, përkushtim, zemër, pasion, absolutisht asgjë nuk do ndryshoja. A ka ndonjë gjë që të ka mbetur peng? Ja. Asgjë. Ja. Mbas sepse sfitove çmimin e parë. Okej, do ndalem pak këtu. Fakti që nuk fitova çmimin e parë, për mua, pa dashur që unë të keq kuptohem në këtë që do them, nuk përbënte absolutisht fare asnjë vendim deciziv. Got Talent për mua nuk është as fillimi edhe as fundi i karrierës time. Nuk them që jam një këngëtar i suksesshëm dhe kam bërë name tek ku di unë, por disa gjëra në jetën time i kam bërë, edhe shkolla që unë kam bërë mjafton për të më bërë mua të jem me këmbë në tokë. Dhe unë nuk i vi si një njeri
i dashuruar me këtë profesion që ka këtë konkurs dhe asgjë tjetër. Sepse krahas Got Talent unë po bëja edhe koncerte, përgatitesha për diçka tjetër, po pra Got Talent për mua ishte një spunto. Dhe fakti që unë nuk e fitova, nuk më bën absolutisht të ndihem fare keq. A do doja të fitoja? Patjetër. A do më pëlqente? Po. A e ka menduar po sikur ta kisha fituar çfarë do ishte ndryshe? Sigurisht. Por edhe fakti që isha deri aty, unë kam parë dhe shumë të tjerë të mirë që nuk kanë qenë deri në finale. Dhe kjo duhet që ne, prandaj thash, jeta më ka mësuar këtë që unë duhet marr atë që duhet në atë moment. Gjërat kur bëhen në mënyrë të drejtë, askush nuk ka pse të kthej kokën dhe të mërzitet. Kështu që unë gjën time bëra, atë që desha e arrita, qëllimet e mia i arrita, pak më shumë i njohur se çisha u bëra, sepse tani jemi në këtë kohë ku fatkeqësisht apo fatmirësisht nuk di të ta them me siguri, por raporti matet edhe me njohshmërinë dhe me atë që quhet viralitetin, le të themi, pra unë u njoha në këtë aspekt, e ndjeva edhe një herë tjetër dhe në rrjetet sociale, qoftë mbështetjen e publikut. Kështu që është një spunto, por nuk ishte as fillimi dhe as fundi. Është një gjë që unë kam shijuar aq shumë, kisha bërë ca plane për pushime në Tajland, po s'ka problem. Në atë çekun. Po s'ka problem. Ishte çdo gjë tjetër ishte okay pastaj. Kush është artisti që të frymëzon më shumë? Ka shumë. Disa. Nuk të them dot një, po për shembull do të përmendja Pavarotin për teknikën fantastike dhe shembullin se si duhet të jetë një tenor, do të përmendja Domingon për emocione, do të përmendja shumë emra tani, por që ka shumë, edhe shqiptar ka shumë dhe të huaj, nuk të them dot një kështu sepse secili ka karakteristikat e veta dhe unë jam shumë i lumtur që jam pjesë e kësaj bote. Shqiptar, për shembull profesori im Josif Gjipali, është një tenor që nuk ka kënduar vetëm, por ka bërë histori në operën dhe jo vetëm Shqipëri, kudo pra ndërkombëtarisht. Kështu që për mua ka shumë emra, edhe gëzohem që kam pas fatin të punoj me profesorin. Kemi pastaj shumë emra të tjerë, tenor dhe bariton shumë të njohur nëpër botë, shqiptar të cilët frymëzojnë dhe është kënaqësi shumë madhe që të përfaqësohemi, soprano gjithashtu, Ermonela Jojin Bamula, Gëzimi Shketa, kemi pra shumë emra të cilët sinqerisht janë krenarie jona dhe disa prej tyre kam pasur edhe fatin që ti njoh dhe nga afërt kem dhe mundësi të punoj. Cili interpretim të përfaqëson më shumë si tenor? Cili interpretim? Tani, çdo interpretim është unik, dhe nuk ka një interpretim specifik që mund të më përfaqësojë si tenor. Unë jam tenor edhe kur këndoj Giuseppe Verdi, unë jam tenor edhe kur këndoj arje dhe muzikë shqiptare, pra nuk ka një gjë specifike që unë të them kjo. A ka paragjykim? Ka. Po. Si i ke përballuar? Si i kam përballuar? E di, ndonjëherë janë ca gjëra që i bën se do, ndonjëherë janë ca gjëra që i bën se nuk do, dhe ndonjëherë janë ca gjëra që i bën se duhet. Dhe kjo e paragjykimeve, përballimi i tyre ka qenë për ta bërë se duhet. Un kam dëshirën e madhe, por ndoshta jo forcën e madhe, që të thyej disa barriera dhe disa mentalitete të krijuara pa nevojë. Secili prej nesh ka nga një cop diell në këtë botë përderisa kemi ardhur. Dhe mendoj që në qoftë se secili nga ne do merrte atë copëzën e vet që i takon, pa i prishur punë tjetrit e copa jote për të futur aty se s'ke ta marrësh ti kur mund ta marrun dhe copën tënde, çdo gjë do ishte okay në qoftë se secili nga ne do njihte vendin e vet. Unë provat i kam dhënë që jam këngëtar i mirë, nuk kam dëshirë të tregohem jam modest. Unë provat e kam dhënë që përkushtohem dhe një gjë që e bëj e nxjerr ashtu si dua unë dhe pikë. Dhe paragjykimet jam me këtë i kam përballuar me forcën time për të bërë gjërat si duhet. A ka pas momente që jam thyer? Absolutisht. Por do përpiqem edhe më shumë duke bërë më të mirën time, duke dhënë atë që unë përfaqësoj, çka unë dua të thelbin që unë dua të tregoj, për të vazhduar pas përpara dhe për të ndryshuar disa gjëra, sepse jemi pak mbrapa, mund të them.
Diego, me kaq bisedë sa po bëjmë, po më pëlqen shumë dhe një djalë shumë i zgjuar dhe shumë i fortë. Edhe më pëlqen shumë guximi që ke dhe gjithë rrugtimi yt që ja ke dalë mban. Faleminderit. Atëherë unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë të rinjt që mendojnë se pengesat nuk mund nga pengesat nuk mund të ndjekin ëndrat e tyre. Jeta është e guximtarëve. Sado ne mund të flasim orë, në qoftë se ti ke guxim dhe dëshirë për të bërë atë që bën, duhet ta bësh. Në qoftë se ti, sepse ne duhet të kemi një gjë parasysh, duhet të fokusohemi aty ku ne e kuptojmë dhe vetë, sepse njeriu e kupton. Mund të shpëtosh gjithkujt, unë mund ta gënjej Klean, po veten se gënjej dot. Sepse unë e di deri ku e kam limitin, unë e di çfarë mund të bëj më mirë. Aty ku ti e ndjen që mund të bësh më mirë dhe jo aty ku ty të teket që të bësh më mirë, aty do të bësh mirë ku e ndjen. Ku ti kupton që shkëlqen që të ecën, të pranojnë, të kuptojnë, pra aty duhet të fokusohesh. Dhe mundeni. Nuk ka asgjë të pamundur. Nuk ka asgjë të pamundur. Njerëzit kanë bërë çudira, shkenca ka bërë çudira, natyra ka ligjet e veta, njerëzit jetojnë jetën siç duan. Bravo. Je fantastik. Faleminderit. Atëherë, çfarë do bëjt me të ardhmen tënde? Çfarë projektesh po përgatit? Na fol pak më shumë për të ardhmen, çfarë ke në plan të bësh, përgatitjet, ku do të shohim, me kë do të shohim, ndonjë bashkëpunim, ndonjë gjë, apo i mban kështu sekret? Jo, do t'ju bëj pak zbulime, po jo deri Okej, pak fare. Sa t'ju ngacmoj për reshtjen. Ardhmja ime pikë së pari, synimi im kryesor është Teatri i Operës dhe Baletit, ku duhet të gjej aty vendin tim dhe jam në procese sipër, jam duke u angazhuar aktualisht me disa projekte aty dhe pse jo për një angazhim të mëtejshëm të përhershëm, pse jo, shpresojmë shumë, duke punuar për këtë. Më pas do të ketë dhe diçka tjetër televizive që nuk dua ta zbuloj fiks, po rrini gati se vjeshta po vjen, kështu që kaq që mund t'ju them. Vjeshta. Po, tani e kemi. Për çështje muajsh, kështu që nuk e di tani, më shumë nuk do zbuloj, se po fola pak do ta them pastaj. Jo, mos e thuaj, ta lejm pak kështu. Dhe ardhmja ime pastaj është, unë jam njëri që jetoj momentin. Do shoh çfarë koncertesh mund të kem, patjetër plane kam, koncerte mendoj të bëj, siç kam bërë deri tani, po pres, çfarë lloj gjëje që mund të më viftesa për koncerte bashkë. Me që jemi tek koncertet, në cilën sken ëndërron të performosh? Ëndroj të performoj. Ëndroj të performoj në Teatrin e Operës të Venecias edhe në La Scala të Milanos. Pastaj pjesa tjetër le të vi kur të doj. Janë dy skena që nuk e di pse kam një vibe, siç quhet emisioni, shumë pozitiv. Edhe kam shumë dëshira për i manifestojmë këtu të jem. Se në Rom sapo kam bërë një koncert, megjithëse ishte shumë bukur, po. Kam qenë edhe në Tajland, kam qenë edhe në Zvicër, edhe në Strasburg. Kam qenë në disa vende ku kam mbresa shumë të bukura, jo në teatre operash domosdoshmërisht, por në vende të cilat kanë qenë salla mjaft prestigjioze me koncerte të arriera shumë, sepse unë jam pjesë e disa koreve. Unë jam pjesë e një kore që quhet Joy of Singing. Jam pjesë e një kori tjetër që quhet Siparantum Choir, pavarësisht tani jam pak i distancuar për çështje të gjithë shfaqjeve që janë zhvilluar këtu dhe nuk ka qenë koha, por absolutisht shkëputur, jam thjesht pak i distancuar. Pra, siç e thash, jam pjesë e shumë gjërave, sepse duke dashur të përpiqem të kap ritmin, të bëj punën time, jam futur kudo që të mund të kem edhe pse. Edhe më pëlqen, jam shumë e lumtur që Shqipëria po nxjerr çdo ditë më shumë talente. Dhe na ke bërë shumë krenar, Diego. Faleminderit. Shqipëria po nxjerr çdo ditë më shumë talente, por Shqipëria nuk po mundet më të mbështes të gjithë këta talente që ka. Pra në një kurs kantoje në universitet, kur janë 20 këngëtarë dhe është vetëm një teatr opere, natyrisht në këto 20 nuk janë të gjithë kualitativ, po kjo është një skartësim që e bën jeta me kohën, pa çka se jeta ka treguar që edhe këta që janë shumë të aftë janë futur ku kanë mundur. Kur është vetëm një teatr, kur është vetëm një institucion, ndërkohë që mund të jetë një kor qyteti, ndërkohë që mund të bëjmë ansamble, mund të bëjmë akademi për të rinj, pra duhet që Shqipëria me mundësi
që ka, sepse normalisht arti nuk është e vetmja gjë në Shqipëri, ka dhe fusha të tjera në të cilat duhen fokusuar, por duhet punojnë më shumë politikat, duhet të jenë më ndryshe për artistat e rinj, sidomos sepse nuk ka më motivim. Edhe unë kam qenë një ndër ata që nuk e kam pasur kaq vaj, pra se dukem që flas, po unë kam pas shumë momente thyerje, domethënë humbje motivimi për çfarë bëra unë gjithë këtë shkollë. Unë kam bërë piano që në klasë të parë, pra duke llogaritur piano, lice plus Universitetin e Arteve, i bie diku te 15 vjet në mos më shumë të estime që unë merrem me muzikë. Pra gjëja është shumë. Unë jam investuar që 6 vjeç në këtë profesion. Sot jam 24, pra janë vite jetë që mua nuk më kthen më njëri. Edhe është profesioni që unë dua, sepse ndonjëherë mendoj po sikur të mos e kisha bërë profesionale shkollën, të kisha bërë një gjë tjetër, të kisha pasur një backup, por jo, unë do isha po një tjetër, po të më kthenin pas në kohë, prap liceun do bëja, edhe pse ca më thonin është e vështirë për ty, thonë nuk ta kenë vështirë. E kupton, është ai pasioni shumë i madh dhe adoleshenca që më kishte kapë çik mrapsht që të udhëheq në atë moment, edhe ti nuk e kupton çfarë thua, çfarë ka. Por ja ku jemi. Besojmë tek më mira, shpresojmë që të bëhet diçka. Ose pastaj do bëjmë valizë, do ikim jashtë të gjithë, çfarë do bëjmë. Jo, po. Tani Diego, un kam pyetje që do përgjigjesh për 3 sekonda. Sa bukur. Opera apo pop? Opera. Andrea Bocelli apo Luciano Pavarotti? Luciano Pavarotti, absolutisht. Shqipëri apo Itali? Nuk e di. Nuk e di. Jo, zgjidhe një tani. Ta zgjedh një? Po, mund të them të dyja për shembull? Jo. Jo. Vetëm njërën. E mirë, Shqipëri. Nuk jam shumë patriot, po jap një mundësi. Mëngjes apo natë? Natë, absolutisht natë. Jam njëri që punoj natën. Seriozisht? Po. Në mëngjes nuk jam fare funksional. Të flihet gjumë mëngjes. Nuk jam fare për këtu, nuk. Libër apo film? Libër. Një artist shqiptar që e vlerëson. Diego Zelka. Shaka. Jo, ka shumë, këtë nuk e ndaj dot, sinqerisht, ka shumë. Jo. Nuk e ndaj dot. Jo. Nuk e ndaj dot. Okej, një ëndër që nuk do heqësh dorë kur. Një rol kryesor në një operë në skenë, pavarësisht se kam bërë disa, por një rol kryesor në një teatr opere. Alfredo te Traviata për shembull. Një fjalë që të përshkruan. Një fjalë që më përshkruan. Njeri nuk e di. Shpejt Diego. Një fjalë që më përshkruan. I guximshëm. Pozitiv. I guximshëm. Këtë mund ta thoni ju, nuk e di, pozitiv po them për veten. Pozitiv, po dhe i guximshëm je ama. Faleminderit. Tani Diego, është momenti na performosh pak, aman. Do na performosh ti? Me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit. Dicite in cielo sta compagnia vostra, che già perduto suona a fantasie, che pensa sempre che tutta vita mia in ce volesse dicere, ma non ci saccio di. Voglio bene assai, dicite in cielo vuie, che non si speccia mai, è una passione più forte una catena, che me tormenta l'anima e non me fa campare. Je fantastik, më rënqethe, je fantastik, më pëlqeu më vërtet shumë. Tani, un kam një pyetje për të gjithë të ftuarit, pasi mbyllet biseda, le ta quajmë bash bisedimi, intervista, si tjetë. Çfarë vibe të dha emisioni Vibe, Diego? U knaqa, me thënë drejtën, një vibe shumë pozitiv, vibe shumë komod, u ndjeva rehat, flisja, ashtu si doja, kisha e lirë shumë dhe që do të thoja dhe patjetër jam sinqerisht shumë i lumtur, faleminderit shumë edhe një herë që më ftuat. Tani do jesh përsëri i ftuar
kur të performosh atje ku do ti, Patjetër. por që mos më refuzosh, pastaj të thuash Jo. jo se Jo, jo. tani. Do mbetemi thjesht gjithsesi. Diego, të falenderoj shumë. Faleminderit Ishte kënaqësi, të uroj suksese të mëtejshme, meriton më të mirat e kësaj bote. Faleminderit. Je një djalë fantastik. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.